Përshëndetje të dashur miq, kudo që jeni duke na ndjekur, jemi bashkë edhe kësaj të martë në kuadër të emisionit Një jetë në një orë. I ftuari i ditës së sotme është profesori Murteza Gjara, një personalitet i cili ndër vite ka kontribuar në fushën e arsimit, madje edhe në moshë të shtyr vazhdon të jetë aktiv, duke u përpjekur të jap kontributin e tij në arsim. Për gjatë 25 viteve ka qenë edhe menaxher shkolle dhe zëvendës drejtor, që do të thotë këtë kontribut e ka bërë me shumë përkushtim. Sot do të përpiqemi që përmes fotografive të kthehemi në kohë dhe të shohim detaje të rëndësishme të jetës së profesorit. Përshëndetje dhe faleminderit që erdhet. Mirë, faleminderit edhe ju për ftesën. Si jeni, si po kaloni këto ditë? Mirë. Pasi po na punon shneta, mirë jemi. Jeni mirë me shëndet? Mirë, faleminderit. Mirë na pakës lëvizje në kry. Shumë e mirë. Plus tash në këtë kohë jemi një grup që punojmë rrim në Pallatin e Kulturës, ne kemi një zyre, jemi shoqata vetanëve të arsimit, aty dalim edhe rrim me shok, edhe e quajmë me kalojmë ditën. Ka vite që jeni pensionuar, por vazhdoni të jeni aktiv, që është një dëshmi e gjallë që ju për gjatë gjithë jetës keni zgjedhur t'ia kushtoni arsimit. Tërë jetën ja kam kushtuar arsimit, 20 vite kam në arsim. Edhe kam dalë në pension, ku edhe tash e vazhdoj veprimtarinë mirë me arsim, me historikun e arsimit në komunën tonë, deri në vitin 2000 kemi bërë ca libra. Janë 6 libra, e kemi edhe njën përkthyer në gjuhën angleze. Kjo puna jonë është 11 vjeçare që jem të punu për arsimin, domethënë për prinimin e këtyre librave. Kjo ka qenë ideja jona e ish kolegëve e drejtorëve. Kur fillum të dalim në pension, e rënë dakord ta formojmë shoqatën e veteranëve të arsimit. Shumë mirë. Edhe këtë atëherë fillum veprimtarinë. Kemi shkuar në arkivat më të ndryshme, qyteteve tjera, edhe në Shqipëri, kemi mbledhur material mjaftueshëm, edhe e marrë të përfundimin e kemi ndarë në faza, në perioda të ndryshme, fillet e arsimit të komunën tonë, deri në vitin 2000. Tërë në tutjet do të shohim me libra kemi përfunduar, besoj se së shpejti do ta formojmë edhe ekspozitën arsimit në komunën tonë. Po, faleminderit profesor. Ne jemi dakurduar që bashkë të kalojmë në për fotografi sot dhe me këto fotografi të rikujtojmë, të sjellim në kujtesë shumë ngjarje të rëndësishme që e kanë shoqëruar jetën tuaj. Nëse jemi gati, do të fillojmë me fotografinë e parë, një fotografi e bukur. Nga do t'ja nisim? Duken shumë njerëz. Ishte nxënës i shkollës e Menderaku, shkolla e parë shqipe në komunën tonë. Me mësimdhënësin e gjuhës shqipe Bashkëri Kryezor, përndryshe dhe godestar i klasës. Këtu është nxënësat jemi të klasës 7, ku jemi një klasë solide, mund të them lirisht, parasysh se kemi qenë shumë të lidhur në ngushtë mes veti si nxënës, duke e ndihmuar njëri tjetrin. Vite kemi formuar dhe grupe, kemi shkuar në shtëpia ku çalonim ata nxënësat të cilët ishin më të mirë, për shembull në një lanë gjuhë, si matematikë, histori, biologji, e shohim ka pesë nxënësa në shtëpia edhe e përfaqësonim atë njëjtë në lidhje me atë lanë të cilën na ishte nevojë më zhvilluar më mirë. Kështu që çdo gjë është në nivelin më të mirë të mundshëm. Këtu edhe përmend edhe këtë se mund të thonë ndoshta nuk jam gabim, kjo mendimi jam, se tash dolim në klasën e 8, ishte klasa 7. Edhe në organizuan ekskrzionin e parë. Besoj që i kemi marrë këtë ishte Jugosllavisë, këtë qyteteve, kemi shkuar kemi vizitu me semëndranësit. Po është organizuar nga shkolla, domethënë. Po shkolla. Unë besoj që shkolla fillore ka organizuar. Cilat ishin ndjesitë e para që aty na për një ishte një rësi e madhe. U njefshim me zhvillimin e qyteteve. Këtu do doja të dilja, domethënë nga një qytet i vogël siç ishte Gjakova të shihni vende të zhvilluara. Atë ku tash ku ishim u mahnitshim me ndërtimin, me pamjen, me kulturën, infrastrukturën e këto. Ishte në lishin Brest, jashtëzakonisht shumë të madhe. Kështu që
kur nuk ka rrej ata, dhe më thonë se për ne ishte më të vërtet mosh, si shim dalë, s'kishim edhe kushte materiale, sa për më shku me vizitu këtë. Natyrisht, e kuptueshme. Në kanë mundësu shkolla. Kalojmë te fotografia tjetër, shohim ku do të na shpije profesori. Këtu, hajde me profesor thonë vërtetën, sport. këtë mosh ja fali sportit, që e kom këtë shëndet, se jam adhuru si madhi sportit. Edhe këtu jemi junior të vllazërimit, pas një kohë kem kalu edhe senior në ekipin e parë. Kom shumë fotografi për këtë, e mora si të juniorëve, kështu që e zumë vend në parë në qytetin tonë, mandeni patëm me shku edhe nga atë rubrikane, ish ju kësa isha tjere, në Novi Sad, por për shkak që të ndryshme nuk u realizua jo. E këtu i kom këta shokët e mi, edhe nga ky formacion, jemi zgjedhë pothuajse pjesa dërmuese në ekipin e parë vllazërimit. Trenerët i kemi pas të ndjerin tash Shënase Rizvanollin, Elias Sinën. Ne na zgjedhën neve që ishim lojtarë të rrugum sukses, ishim trup gjatë edhe na thirrën neve. Shka është më interesant, se unë e kom farsu Gjakovën edhe e marrë me atletik, nga atë atletikës, nga atë ndërkomunale edhe ato krajnare në atë kohë, në atletik vratim 100 metra, 400, 800, edhe në këqëmës larti. Në Mitrovic, në Gjelan, kështu që jam marrë vazhdimisht. Kogja aktiv me sport, me sport, jam vazhdimisht me sport. E këtu një pjesë, këtu në një kënë mua tash. Atë kujtohet ndonjëri prej emrave këtu që janë profesor? Që kujkom. Këtu poshtë jam une. Po. Kjo është një Serb, Enver Berisha Ndjeri, Hasan Gojani, Besim Juniku, Glojani, Vlavi Azem Bovinës, Agim Shala, dhe këj Ndjeri, Mujdo Jaka, Islam Batusha, edhe Sylla, djali i Recep Syllës, ka qenë klubat e organizatorë. Kështu që na këtu të manë e kene, janë disa shokë, Luan Vokshin, Rashad Kumonin, që edhe ata nuk kanë bashkë. Mirë po nuk e vazhdova kaj këto, parasysh se mund kom një pak në shkollë, edhe me tonë vërtetën të kushtet ishin lushim njërë të më kështu pak për pak. Pa kompenzime, natyrisht. Veç pasion. Po dojtoj e kërë Mërtëzaja, tha Mërtëza, tha më ngu mu, tha ma një kryje isha para maturës, kryje maturën, atje shka po, ende për aty të mërë s'kam shku. Si të kujtohen këto aktivitete sportive? Si mbusheshin salla? Çfarë entuziazmi ishte? Për shembull, njerë kemi shku në senior, junior, kemi shku në Mitrovic. Mitrovica ka pas stadionin më të mirë. Po. Na paraloj ishim na junior, mandej lute senior vllazënimi. Ishte plot. Por Mitrovic ka shumë Gjakovarë. Edhe na përkashin shumë. U bë loja shumë interesante mes vllazënimit edhe Trepçës që në ekip. Po. Se vetë Shënasia ka qenë lojtari ekipit Trepçës. Edhe u bë një lojë më të vërtet e gjallë, një lojë edhe kishim partizan shumë mbrojtje e tjera, po. E kemi mandeni në Prizren me Lirin, edhe aty kemi pas një tash dolëm në ekipin e parë. Për herë parë më shtinë me lutën vllazënimi në Gjakov këtu. Lojën e dytë e luajta në Prizren, tretën në Fushë Kosovë, e kështu me radhë, po. Po vetëm një sezon e kom luajtë për vllazënimin. Mandej në Tirën edhe në Ravec, më shku me luajtë si lojtar, bile mas gjetën vend në Funis edhe banesën më jepën. Jo, më të shënu shë Gjakovën. Me shu Gjakovën. Me shu Gjakovën, po, ende ferë. Ashe fillova studimet e... Çka mban mend nga ajo periudhë në aktivitetet, sa ishin sallat të mbushura, fushat sportive, se kushtet natyrisht kanë qenë të vështira, jo e padiskutueshme. Duhet ta theksoj edhe këto. Kur i bëshin servitjet, duhet të thotë rekvizitat i kishim çato e lashim në kurit. E lajke spjaf tash emin, po në lajke i tëshim në telat të stadionit. Kur ishim zhveshtevoj kohë në ngusht, ku ishim u la me një bojla 100 litra, 20 litra, nuk më vrishim kokën me la, po. Maneni, ka të shkëshim më lutë jashtë, ka
limon, kaj koko sheqer, kështu ishte ajo mundësia. Nuk ishte na i shujt ekstra. Këpucat, bëjke Basala, u konë Lila Danqeli, shumë adheusi madhi sportit, në rregullek se na vashin gozhdat në dishim të, vjetaj, meshëm po, topat ishin vjetër po. Një ashtë të regoj këtë në fushë Kosovë, shkom me lujt në fushë Kosovën. Tash aty për afër stadionit kalon të treni. Edhe në të lujt ishtë luat e vazhdu, portieri, Gjavit Babuni, ndjeri, e ka po trenin, e ka arru që në gol, e në bon gol. Shohë po, Gjavit, fikëshur trenin në morën qafë, që i bëta kështu po, kjo ka qenë diqy shumë interesant. Ma nëni, kur lëndëshëm e këto, po, vullneti koni ma, vullneti koni pas një ka. Do të pasioni nuk është luftu më u kthy në kompenzim, por vetëm me shiju. Qartë. Mas ne kujmë shku në Ravec, aty ka qenë shumë interesant. Dëllëm zhveshtoja në autobus. Stadioni ishte rëdhëm në tela. Me të thonë vërtetën nuk lujta, që ishtë sëgusët ftoft, vajt, po. Edhe një shok jemi, një Fatmir Dushi, tha Fatmir Zhubi, tha ndroj, treneri, tha shjo, unë s'pëmuj, tha s'qëm mirë. Me thonë vërtetën kujtova mi. E la dhe Fatmin, Dushin dhe Fatmir Zhubin. Kërën të aty, hini lopa në stadion. Kërën është ata fati lopu Zagoju, këto në... Qështë kanë ma ato dhe po, i lujtëm, po, atëherë policia i në konë sebat e ma tepër, buku në kështajtun në autobuset të sa ikshëm, po, aty i ka shumë... Po me rini janë përballuar të gjitha, natyrisht. Kalojmë të fotoja tjetër? Këtu... Qenë ka në një vend tjetër. Po, këtu jam në 14 janar vitit 1979, jam martu në bashkëshortin Hyrje Shehu, profesorës e gjunës dhe letërsi Shqipe, edhe kjo 21 vjetë ka punë në Rasim, shku në Paris, mujnë e mjartë që t'jemi na. Prej këtuit kemi shku edhe në Bruxelles, që kjo ka familjes Vlaznit edhe motën i ka pasë në Bruxelles, unë e kom pasë lavin këtu në Paris. Kemi ne 2 javë ditë, isha drejtar në shkollën fillore në Puska, në Pula, në pushim gjyqëtorë, që atje e konë 3 javë, 15 janar, po, kemi kalu jashtëzakonisht mirë. Çfarë të ka mësuar lidhja bashkëshortore me zonjën? Çfarë ke mësuar nga jeta me të? Hyrja është inteligjencë shumë. Edhe është shumë e nalne, por ka vizionet qarta për në çdo aspekt. Në arsim me këtu, edhe flet gjuhën shumë pastër, jo që është bashkëshortja ime, po vetë në zanë që ata e panojnë, bile shpesh e thua në e nga Shqipëria. Po bukur. Po, edhe në Shqipëni atje kanë thonë, po, qelet ka të hartashme, është në nivel të nërtë të kulturës. Këtu, në Paris, keni kalu mirë, ime shu kemi pa kaj qenët e Parisit, po, falë. Cilin element e ke marrë nga bashkëshortja, nga jeta me bashkëshortën, që nuk e ke pa asur ti, por e ke pa që është komponent i rëndësishëm që duhesh ta kesh edhe në personalitetin tuaj? Qetësin e kësene. Qetësin, po. Se unë jam pak eksplozivës temperament, po. E kjo është shumë... Vish bukur kur njëri temperament, tjetri i qetë kombinohen mirë. është ma letë, më që jo më kënë ditë, po. Fiks. Ato edhe nuk bëhet nervësh shumë. Edhe ato e kom lakni, unë e bona, më thonë vërtetën ka pa tjera bona. Se kom qef punë të mu, ashe, o punëtorë ma dhe edhe shumë është ambisje e mirë. Jo që është bashkëshortja emë, po është e vërtet. Shumë e mirë kjo. Kem kalu, edhe kaluëm një zakonisht bukur me ta. Faleminderit. Kalojmë te fotoja tjetër. Kemi një fotografi tjetër, tash këtu. Këtu jam si në dhenës historisht normalën Hysni Zajni. Hysni Zajni. Po, gëdështari klasës e para 2. Kër e marrë këtu, në këtë lokal i ri, shkolla marrë ishte në komunën tonë, komunin i Knasi. Unë java pranësi... Ku ka qenë kjo shkollë? Ku është sot shkolla? Ku është fakulteti, po? Kjo sa ishte marru.
unë ja pranësi shumë objektit shkollor, si infrastrukturë, atëherë ambientit, pastërsisë, rregullimit, atëherë mësimit. Se krijohet klima pozitive. Po ki këtu, se shkollës duhet me ardhë era shkollë. Po si erdhe era shkollë, kote ki, më një aty, dhe më thonë, a i vetën zanë që duhet me vejtat, kjo është klasa ime, po edhe kanë qenë shumë zanë të mirë, po bile edhe i ku që shpesh në për ekskursione. Ajo që është më interesant, në shkollë këtu, shkolla re e ka pas kabinetin, për me filma diapozitiv, kanë pas për këtë janë, për histori, geografi, po edhe biologi këto këtë, po si kanë përdojë, po me kine për këta. Edhe po piti dëtojë në ndjerë sa një hoxha, më ka përkra shumë, i ku më lëmë përshtipi shumë të mira, edhe kërët kirë ka qenë edhe kështë të mirë. Edhe unë i spjegësha ka 3 njësi, edhe i thesha pas dite. Po, edhe i shësha, në më thonë, edhe teori, edhe si në formë praktikës. Kështu që kom, sa një ata ti qenë ke, që dhe. Ma në e një kumë që në oksigen, në ohër. Sa mirë. Ku, dhe këtë ti, edhe në që sa vjetë të të këtë ti, bravo, shumë, i kumë në përshtypje. Edhe këta u pësëshën, pa mas, po. Edhe në shqitite, organizë shumë shkugës, në Deçan. Cila është ajo ndjesia e të qenurit mësimdhënës kujdestar? Se punon për disa klasa gjatë një viti shkollor, por në klasën kujdestare është një ndjesi më e veçantë, besoj. Për në dytë e konsiderojmë mësuesin. Kështu unë e perceptoj se mas prindit vjen kujdestari i klasës, edhe kujdestari i klasës i konsiderojmë ta si të fëmijët e vet. Në ka dëshirë me një diçka që ka në zanë qatë dopt, ose prishin disiplinën, ose fjallu ose më ndonjë arsimtar, këto gjana unë i eliminaj dhe nuk i kom qef. Kështu që gjithmonë kom mundu t'jap një edukat, për pas mësimit edhe edukat. Megjithatë, profesor, brenda një klase ka nxënës që të mirë, të mesëm, natyrisht. Ajo lidhja jote emocionale, me cilat ka qenë më e mirë? Ma thonë vërtetën, më kënaqshin ata që ishin zonë sa shkëlqyshëm. Megjithatë, i përkrasha edhe këta doptit. Nga njerë krijohet edhe me këta doptit një emocion. Po, se në më ndëksh që jenë ka një vetën një mirë. Fiks. Rishim dëshirë si të rekëm. E une vazhdimisht me në zonë sa tjerë shkëlqyshëm, kap një shëshëroj, bashkëbisedoni, mësoni bashkarisht, po, se vetëm kështu e arrijit rezultati me kalu klasa si klasë. Se edhe është shumë interesant, se çdo klasë mos ne ka dëshirën, klasa jonë më mira. Po, e pa diskutueshme. Më përmend për klasë dopt. E vërtet. Unë e kum kalu shumë bukur këto çaste. Kalojmë te fotografia tjetër. Dalim në një periudhë tjetër, besoj. Tu ku jemi, ku ndodhemi? Kjo është godina objekti i gjimnazit. Gjimnazi. Ku është sot? Apo ku është shkolla teknike që është sot? Sot, kjo bashkë gjimnazit kjo është. Po, po. Tu jemi në bord gjimnazit, tu jenë qendra teknike tekstilit. Të pat mësimdhënës i historisë, kjo është kolegja Vjolca Grezda, mësimdhënës e kimisë. Kimisë, e kam pas mësimdhënëse. Me 2 klasë, klasa aksede, një grupë të kështu, në borin e gjimnazit. Qash kemi të lidhë, se une dhe Vjolca kemi qenë matrit. Në mali ku punu ma iru, kam qenë për mosha. Po, më kanë përkra, pëtëm, kom gjithë përkrajt madhe, edhe këtu tashti këta nxënësat kanë pas edhe punën teorike edhe praktike. Po. Kështu që Vjolca e ka pas konfeksionin, unë e kom pas të përgjithshëm, do më thonë, proponimi i pelhurave ato, edhe bëshim gara se cilat klasë të del ma mirë ma së shumë punë. E këtë duna të përmeni se matërantat shkëshin me punu në Gjateks. Punonin robë matila për punëtorë, edhe llojet bluza të ndryshme. Po, ndërmarja i pagujt këta nxënës. Ma ato të holla, se kom qef më thu vazhdimisht, e organizova ekskursionin 3 shtete, që s'ka bu vaklinat kur. Sa bukur, sa aktiv, profesor. E kom qënë 3 shtete në Hungari, Çekislovaki që në kondane këto,
Po. Edhe në Austri. Kush e financoj ti këtë? Qeta është të parë e punëve që kanë punu në zonësat. Sa mirë, një menaxhim i mirë. Edhe i kom që, ata nuk kom harrojnë, deshin mu qmenë pikzimi qëfar, ku shakan pa, shakan vizitu atje. Natyrisht. Edhe është për fatë, ku kom shku në Prag, ishte Spartakiada, se ku të në asleti që më makin atë kohë, ishin nga gjitha viset e Slovakis, Qekis, edhe kanë fletë në hotelit më të mjatë. Edhe tash ku të mdel gjumi, ka thëmë, qyshi ku më hifun e këti. Me gjithë këtë në thëmë. Pas dhe të sa në zonë se kemë Çfarë siguri është da? Qa se po, i ku pas edhe trashëm ta që më kanë i mund. Edhe është për, këto duhet të përmeni, ku shku në Prag, të semaforat, u ndalë autobusi, Gjakovës ishte autobusi, të është fisha hotelin, atje është dy fa. Të është se s'kishim caktu hotel, nuk dishim ku më shku në Prag, në rrim, po të jam bërë. S'kishit të aranjim, po. Fëdatë të përshkojnë në recepcion, ku dhurë një vajzë. E disha ka pak gjunë, këtëm, jam në Gjanca, i shike, po, ishte shi, shkuar, e keqe. Ta është të lutëm, adresin një hotel, sa vetin, tha ku këtë shumë. Ta është po, që vëtap një hotel, ama një hotel në që, beso i ka thirë polisë e komunikacionit, në kanë përsel ata... Deri te objekti. Në kanë qëtë. Sa bukur, ka. Atëherë, ata në kanë gjithë 2 hotelet tjera, në 3 hotelet, e jemi shpënda. Veç, profesor, kanë qenë zënësat besoj më të dëgjushëm se sot. Se sot është kogja fështirë me i menaxhu në ekskursione. Edhe i shil, këta këmë pas moto. Na, e mas po e të regojmë atë mesjelët tona që jemi në zënës të vërtet. Kulturën e kombit tonë, poplit tonë. Më zbojemi t'japim shkas, në thonë që këta janë orë pikturit të këtë kësi komë. Pra ndani kjo është moto e mas po e. Për me vizitu, kemi vizitu ato shenë më kryesore në pak të qytete, që besoj që edhe sot e shej ditë këta rralla. Kanë kujtes, po, ku thëmë dhe, ku të më kujtohet, thëmë, që këmë qutë, po, pa është një problem, pa për gjo. Janë arë shnesh e mirë, kanë kalu për mrekulli. E mi u tregu gjeneratave të reja që edhe dikur ka pas ekskursione me standarde. Është edhe ekskursione në një shkollë. Po, është një përvoj. Një përvoj me kulturë, me historinë, ati kombi, ati popli. E vërtet. Me zhvillimin ekonomik, ku ta diju në shumë gjana tjera. Se i mesin për këtë jetë një mesin. E vërtet. Kujtim. Kalojmë të fotografia tjetër, kemi tash. Tash sa është interesant këtu. Me kolegë si duket, ha? Faj shkollës tekstilit, erdhin, nuk janë këtë kolektivi, ka dhe tje, po nuk janë pjesa më madhe, e në tërën e në dëvli ba hadë për dëktara. Që shma isha në teknikë tekstilit të funu të rëpo, hadë, e ma mushën menën, në thonë vërtetë nuk kom mënu përshkaj për një vjetë. Hajtë ashtë ta përbojës, pa thomë, edhe e du natyrën shumë, tash hajtë përshkaj. Edhe më bënë dëktara aty, kom kolektivi vogël, po pjesa dhe musi kanë qenë Gjakovarë. Që kanë udhëtuar, po. Edhe këtu, në fillim, më ka duke pështire. Pse ri une 10 vite aty dëktara. 10 vite? Po, 10 vjetë, po. Kisha në gjystë mandatit me masat të dhonë shmejnë, me ndërpajnë punën, për shkak vllavit që ka qenë i ndjeku politikisht. Politikisht, po. 40 vjetë, 65 vjetë ka jetu në Paris. Ka qenë teknik dentist i dhombe, ka dekë para 3 vjetë, atje është varos, ka qenë për drejtat e njohët, aktivisti i dalum, e din këtë, po, edhe thanë të asë ditarën së gëzime marë së ta është këtu, unë e kumë, në gjithë shkollë ku kumë shku, e kumë formu mas pari biblioteken edhe arkivin. A dy gjana ma të rëndësishme të një institucioni. Unë shkoj, ajo biblioteka met, arkivi met. Jo tash më ngajtë ko është këtë ditar, ko është kjo amës, ko është kjo. Kështu që kem pas edhe vështërsinë, konat vështira, dhe më tonë shi, por, nëzjetë, po i faballon këtë, e vleva një kombi doktorisë të arsimit. Me poha që në epshën për dhëtim, që ato poha me simfonë kreditit, neve në epshën, edhe e vlem në me të kombi auto. Ma në një e marova edhe rrugën, Vranjish, dëvli bare
të kujtoj Që ndihmosh. Na shtun edhe rrugën, erdhën edhe autobusi. Dhe ku kishim ditë lira, shkoshim me kohën Ndrinë, se Ndrinë është afër aty 2 kilometra. E vona bibliotekën e mirë, arkivin e mirë, pajisa me mjete mësimore, kabinetet, kështu që edhe shkolla parë që marru me një më vonë popullore, është Remzi Pula në Doblivara. E vona burstin e dëshmorit, e shumë gjëna tje, me mantilla e pajisa me këtë. U filloi një rregull tjetër brenda shkollës. Ka qenë edhe këtu tash po them, ka pas edhe vështësi se pastaj von ato masat adhum që mas protestave të tenishit, demonstratat, u dushim edhe unë roe, vëllësari, për që themi na, e na vajzat i lirum këtë, na u dushim na të kemi flajtën shkollë, se na viki shumë në ato, po shumë bukur kum kalu edhe me këtë kolektiv. I kum pas, të më vërtetën, unë kum dash punë të këtënve. Pse? Unë i kum plotësuar gjitha kushtet për punë. Për derisa unë t'i plotësoj, du punë edhe për jush. Po, përkthehet në angazhim. Nëse unë diçka lu mungi, që ku jemi, urdhno, tregom, a mund me gjitha bojmë. Po mu, ti më se pas ku që problem, në orë të mësim me shku. Edhe ku kanë pas në një mu diçka, i kum pas të ashtyshme, i kum ashtë jeshu, i kum ashtë të tu. I kum kalu për mrekulli. Edhe këto. Po, shumë e bukur kjo. Fotoja tjetër, shofim ku do t'jemi? Çfarë sjellni? Të shkollës, në 84, kura bora madhe 1 metër gjys 2 metra, edhe kemi flajtë në tavolina, kom e foto tjera, po këtu më kullëm, me hek në urdhun, po i kom thyrë do shqimtar, kemi shku, kemi qenë kom, kemi shku, kemi qenë rrenë në vetë, kemi hipë në kullëm. Drejtori në krye të detyres, jo vetëm me dhënë urdhra. Ja, unë më gëtë, unë më nejtë ata më punuar, nuk më atë boj. Edhe jemi hipë këto, i këmi përveshmunës. Kam pas më ardhe mbrojtja civile e fshatit, erdhe në po pak. Se kem pas atë lidhin ajrove, po, i thamë që një kënarë ata, nesit në e tërën, po, në nejtëm këto, unë kom lënë emën këto. Sot, 2 natës me shku në Doblivara, i kom dhjurë të amë. Thonë, se ka vjetësi modesti, po, edhe thonë, pasha që atë ndërtër që e kena pas. Po thomë, e kemi glirë të kemi pastru, jena ato, edhe shpesh e kemi marrë në gjyrat, kemi li lokalin vetë. Imagjino. Ko ardhë sekretarja të heshëm, Indjerja Leo Okmata, e ka pa të ly, Mortazata e ki qekin blanko. Shka të shkryshun nuk të arfëzoj. Për shkak të angazhimit që e ke pas pa kursyër. Shka kum një dytorisë, me kanë pësju, me kanë punë. Po thëmë, kem kalu shumë një. Do më thonë, pavarësisht kushteve dallon drejtori i suksesshëm edhe drejtori i mirë. Edhe kemi boshetitje me këta, kemi shu, edhe me këta jem shu me arsimtar, me nëzanë, sa kemi shu po. Jem shu kanë pa kopshën zoologjik, i më qu në boshetitje në deqani këtu. Kështu që kemi li shpjellën e gadimes, i kemi qu, dhe o tonë, gjitha aktivitet e kemi programet mes vetë për programe. Ta tashëm, i bëshëm programet. Programe shkollore. Edhe thyrësha 2 pikto, i ka bashkë të shalzina, o ka dekën, do këtë, po, me ka bu murën, një pamjet fshatit, me një gjithë kolegë vetë në Mitrovici që ja ka marrua e në ti, se kemi pas të një vinë atë për program. Muralje, do më të. Për e nartë atë fshatit. Sa bukë. Ideja. Me një fjallë, e kom pas në shpirt, Disha ku ta du dikon, shkoj me qefe, ko se du, ma mi lagona nuk përkja të iki. Nuk kom shkan mështë. Shumë e mirë kjo. Kalojmë të fotografia tjetër, këtu, bibliotek, arkiv, qka duhet? Këtu më heken, në Doblivara, në ndërprejnë. As ditarin, as dërtar, së gëzonë. Për shkak të familjarit, po. Dhe qa duhet? Ta shti, lavi më tha, murë veshim kanë hekë, tha lefja një vërtetim, së kanë hekë. Se është pak për modestis, isha një ndër dërtuat më të mirë, që kom punu shumë. E jepshin dërsin një ente pedagogjik edhe dërtoja arsimit. Edhe thash shkova në komitet, këtam, pse për me, tha, Morteza, ti dhe një për punë qëtu ki. Por rrethana. Por rrethana nuk muet. Tha, ma ta shu këta, tha, e vraj vetën.
vërtetimin. Se vapi dhe kemi marrë emision Helsinki. Atje Helsinki e Natyrisht. të madhe atë fund, po. Megjithatë, këtu e më lanë një kohë pa fund, falë angazhimit të Mazdan Punënores, Agim Biçit, sekretar, edhe Ali Kumata ishtë nimësi i këtine Agim Biçit, edhe promotor i shtimjes edhe Fetidashit, profesorit Fetidashi, më caktun të shko në Sen Marisa, bibliotekisht. Unë si historian, si historia ka dhe arkivin e kjo këtu, nuk ka fort larg edhe kjo biblioteka. Edhe shumë e afërt me shumë gjëra. Erdha këtu, që inventari është i Slovenisë, më të mirë inventar për më pastë. Biblioteka më mirë ku në qytet, edhe në Kosovë, biblioteka të shkollës për folje. Kuptohet, po. Libra ka pastë të ja këtë inventari. Besomni, ja 5-6 muaj komponu me bo signaturën e librave. Sistemimit. Komponu. E ku marrë vlavën e vogël ku pas student në Zagreb, qëma CD-malen, është libra që në gjithë me signaturën në këtë botën shka në lypë. Gjuma Shqipe, poezin, prozin, romanin, monografi, këto janë këtë botën me signaturën. Jo marrë i këmë po këtë librat një nga një, i kanë signaturën këto, proza, poezia, i këmë da kretë, me se kujnar ishtë detoj një Smet Feja, Njazim Pula, antar i bordit, janë mahnit. Edhe të ashtë i vona këtë që kujkan ato signatura, që ko është aty për fundet i disha të ashtë i qita që themina në dëzëm kretë të 900 lezusi kom pasë. Jo vetëm shkolla, në Zanca, se u kona edhe për në Zanca të shkollës mesme, për studenta shkollës nartë, po, edhe për bashkësin lokale. Dhe vishin ata? I vona ato karterat. Që rinë librit ajo, edhe në Zanci kartelin me, edhe disha të është cila lektyr roman ose prozë u lezu ma shumë ti. Edhe u aktivizu në arshëmtarën e gjuhë Shqipe, Selameti Byçi. Klubet e leximit. Po, me bo grupin letraj, grupin letraj ato, edhe lexonin libra shumë. Unë jam të fasu, po. Shka ndodhi, erdhen shkrimtarët mitingi poezisht jo, po, Rifat Kukaj, erdhë me, se ka pas nga Kroacia, Bosnia, Serbisë, Beogradit. Edhe erdhë është një dojtar i Beogradit. Edhe i poet Shabdim, Radio Beogradit. Kohina tha, po pasëm i këtë në bibliotek, e organizimu orë letrare me Rifat Kukaj. U qënë Zancat poesi to, në kishën shru poezi këto. A marra tha, me s'kini bibliotek këto, të keshën të, po, unë isha edhe bibliotekisht edhe zafën zëtore, që malë dërëtar ishte dërëtar. Tha, po, kemi. A për mi po, kërë dhe po, tha, edhe Nazim Pula i njerit e Mortezat e ke qysh arrite, thash, po të tërë, se kom pas profesor në gjimnaz, thash, kom punu, sa ku mujt, edhe tash e kom. Kështu që e bona bibliotekën e mirë, e bona dhe atë arkiven e shkollës. Thjesht e pas ke bërë funksionale, rritë funksionalitetin e saj. E bona biblioteka super. Edhe më ka një mua ta bibliotekës kajinore, njën e ka qenë Malazes, që jetë kësi shqiptarë, po i unikit, e ku marrë me emën. Më ka një mua dhe ata më ka thonë qështu, ku i ku më ka zua të një që ku marrë CD-marën, ta këtu, më tha ty kja. Ashtë për qëtë qështu. Futarisi. Sa qëndrove këtu? Këtu kom qëndru 10 vjetë si zavëzdetar, e 13 vjetë si bibliotekisht, kom kuj 2 fund. Edhe bibliotekistit, edhe... Në të njëjtën kohë? Po, të njëjtën kohë. Njëjtën kohë, po. Se në fillet nuk mujta mu bu farnjani zavëzdetar, se... Rëthona si kanë qenë, po. E ku erdha i bogi, që më kishte hek, ishte bogi i shoshnjore, shoshnjore, ajë pa të hek, ajë ku najtë po. Ku e pa këta, ma da doën, tha, që gjarë, tha. Ba, thash, vetë me veti, thash. Po dhe. Kalojmë me punë të gjitha, e vërtet. Që kolektivi i shkollës në Selman Riza, po. Edhe shkoshti si tjetë, pëshe këtu
panohet këtu poshtë, në kace, 2 kace ka qenë, këtu ma vonë e formu edhe një kant historik të shkollës edhe si muze. Po, falë edhe që po është këj me 4 milimetra, është profesor i artit, është interesant me cekët e këta. Unë jem vetoj pa që jem hek për shkollave, për një masat atë në shpënarësim. Unë jem paj, kjo është i treti edhe Marem Semjoni është i dyti që ka qenë drejtor në Damjan, në Lipoves, i kanë hekë dhe kjo ka bu një gjatim me shifone atë, ka viktime ashe. Por atë veprim? Po, Maremi e ka pas dhavin në Shqipëri, e kanë hekë fi fëqat ashe, po, edhe atëherë edhe këtë një dëve i gjetën venin në Selmais, Qamilit edhe Maremi. Maremi është ne kalojnë në Mazdan Pushtë e kështë mëra. Edhe këto ka qenë kolektiv mirë. Po, shumë e mirë. Është interesant se kjo shkollë është marru pak për komunitetin serb, se ka pa shumë në Dardaniat në shkollë, po ata nuk dëshin erdhen në Zekriarejgj edhe në Midrak. Kështu që shkolla me të kajtë e umë shkolla se fillun me marru banesa në të shkollët, u rrit numi, vjetë për vjetë, u rrit kë numi, ka i klasë, ka di klasë, është tëshën, po. Edhe kështu që u dushim marrë arsimtar të ri, edhe këtu, që thash për bibliotekën, edhe këtu vënë ato arkivin, edhe fillu më marrë mjetë konkretizimit për kabinetin se shkollare, kabineti biologjisë. A keni arrit që mësimdhënësit me qenë unik me zvete? Pavarësisht numrit të... Shumë kanë qenë. Kuptohet, ka pas neja që, që themi na, do të kuptimin e vetë, ka pas neja... Supershtat, si duhet. Supershtat, po, në përgjithësi kemi qenë unik. Shumë harmonie e madhe ka qenë, ku kom qenë, ka qenë shumë harmonie. Kom luftu vazhdimisht që me qenë harmonia. Për s'pat harmonie, nuk e vlen aty, sa reflektohet të nxancit e kolegë. Do më thonë, nuk është në rregull. Kështu që edhe këtu ka qenë për mrekulli. Që këtu kom mes, kjo është lavë jam, sekretari ndjerë dhe kjo, Mashi e shoj Maremi, e futa, jo nepotizm, se kjo ka qenë sekretari i gjimnazit në vitit tana, edhe në Mazdan Pushtë, është sekretari shumë i zoti. Pandej ka kaluat? Edhe ka kaluat, po. Edhe këto më kanë lutë, më bu detar, ja, kom thonë, që ka detoj, edhe kom lavin sekretari në bënë. A më kanë lutë, bënë, ja, ka të fajnë një. Edhe ka qenë kolektiv mi, po, është interesant, edhe që ka qenë në Dardanjin Peskot, ka qenë qakullimi mirë, me autobusat lokal kanë qenë çdo 15 minuta. Kështu që s'kem pas kërfa... Linja të rregullta natyrisht. Linja, po, kërfa për ngjesë. Kalojmë te fotografia tjetër, shohim profesor. Tash këtu, mas luftës, më ftun të shkollës në Marizja, në drejtor në Midrak. Tash jo më lemi se më mirë, adit, këtu më ardha. Erdha këtu, e bona lutin, të bona lutin, edhe u fana të 12 vite kom punu këtu, të se jam dalë në pension. Edhe këtu të shukon kulmi jem, i punës jem, i karierës jem, edhe këtu e punë. Pse të të këtu? Për arsye se, ku erdha këtu, se kjo konë shkolla edhe komuniteti serbë dhe shqiptarë. Këtu kishin qenë kabinetet fajisna mjaft mirë. Biologi, kimi, fizik, matematikës me ato, po, me thonë vërtetë që kanë përdojë, se ishë pas lutë të dhe, i kom shti kretë arsimtarë të vyshën, me kvalifikim personal, i kanë pastu, i kanë rëbëdhu, edhe i kanë shti njetë. Po, bile kanë era të ishëm kjo metali në gjuhën servokatë, të shakolje dhe heke, shu ishëm, shakatë, kjo nuk është punë, po, edhe i pagatita mirë, lukonin e rëkonin. Pratë për këthina, erdhen Unioni Evropian. Po para se marrë Unioni Evropian, erdhë afës italian, shoqatë, kajtarësi italian. Ata më kanë imu shumë. Ati një di për njerë shumë. Me mjetë shkollore? Po, pedagogjik, material pedagogjik, edhe trajnimit të ndryshme, të arsimtarëve. E vishin pi Romës, pi Italijës, profesorat. Edhe ata më kanë imu infrastrukturë. Me kanë rregullu
10 klasë, i kanë shtru me parket. Mi kanë shtru, i kanë dy, i kanë bo. E kanë rregullu banjot, poshtën e artë për fëmijët, për mrekulli. Ma kanë rregullu bibliotekën, po, dymin e lokalit, thash, edhe më kanë pru për edukatë fizike. Afshi italian, për herë të parë, më zdi që ka pasur në qytetin tonë formatit e shkrimit A4 me ngjyrë. I vonë panohet kretë në muret e korridorit. Kuptohet, tash me saksia luda këto në vjenë shkue, edhe zona vend në parë, në komunë, për rregullim ato. Mirat me ngjyrë, që si kanë pas libarje, tash kanë ditë që kanë. Më prunë aparat e fotokofimin, fjalla fundit, kanon, minolta, kretë. Dhe tash kolegë vishin, më rëzëm fusir se Muhamet Idjazi, Arbëria në Agasit, të këndë të pëmë, ta të të qysh, thash, e kom bëvë në parlamentin në Evropian, një mojnë, po. Dhe po arri me qenë. Thash, kështu, ndërko erdhen edhe Unioni Evropian. Këta ka në investuja 450.000 euro. Në shkollë. Infrastrukturë të brendshme. Me thonë të vërtetën, ja, 5-6 muaj vishin inxinjerat fi Brukselit. Falë. Edhe, sa që i thesha, Leni, se këta janë qëto, matëqin, këshëshën këta, bëshën këta, edhe pëthëm, Leni, mësin Gusni. Edhe pëthëm, Elvanit, arkitektë, se në dërë po, se Elvani vike, ata 2 inxinjerat, atjetë edhe 2 vaj arkitektit për Prishtinës. Dhe shoka buat, ata shka që 5-6 mund, ta të ta le, tha se u dushë më shkollë në shkollat tjera. Në këtë shkolla që kanë vizitu këtu, më kanë zgjedhë mu edhe Mustafa Bakin. Ma vonë e kanë ekë Mustafa Bakin, e kanë qitë Selma Rizhin. Atë e kanë bërë Faridit, të njerit, fakës, në vdikë që o bërë një ndërëm. Edhe kërënor ata e këtë kulmin e ndërun. E ndërun kaldohen high definition të nxemës. Dhe këtë maltarin e japën rrët. Më thënë, një menaxhim i suksesshëm i juaj, profesor, rezultoi me projekte kaq të mëdha. Të mëdha. E për herë të parë është përdor steropoj 10 cm. Tash i vëtë që për ne u konë apsak, jo s'ko, e rregulluar ato i vonë për mrekulli. Edhe u rregullu shkolla këtë, edhe për shkum tash në për i këtë Kosovës, 2 shkolla në Gjakov, 2 në Prishtinë, një në Gjilan e kanë vërë spitalin gjenekologjik. Edhe tash në përmjet kekut, energjisë, që ato këshin ata Unioni Evropian. Shkum atje, mi në shru ato, që maru, ko që një, ata kanë pas përkëtyrës një inxhinier të Shqipërisë, inxhinier mashinisë. Tash disa shkolla fëthohen atë, se Gjakova, 2, po, tha që tha, shkolla në gjatë të kashin e Medoaku, tha që qësh e ka bu drejtuar, pasi me rënëvu, e këshin fotografu ata, këtë me fodrume, me këtë, qeqën slejnë. Tha, që shkolla qeter në qytet, ta shfja firme, shkolla të reja që në 40 jetë, që është kanë bu, në qëfar gjendje o shkolla, për këte, tha, është, tash që ne ta gati asaj firmës, ma rregulloi edhe sallën. Ashtimtarëve, tha se koke ne unë baba. Edhe këtu për këtina të afës italian. Ta që shkuem fotografi. Po, dalim të fotografia tjetër. Më kanë thirë që e këtu në zyrë, jem. Po. Dëshomni, zyrën teme e kom luan, nivel që kom gjetë, dhe që kom lyje, kom rregullu, i kom në salën, klasë në gjancave, salën edukatës fizike, ta shkazoj se vinë më në këtë fa. Këtë to, ma shemrami, kërë hina në randë dhe unë, erdhe në randë, të thësh ati heki këtu, se më tonë që drejtori... Visht vetën. E kom nëjsh Zavencës, të ndjerës qefësirë Bushjakit, e kom pa Zavencës. E afësit, thash, këtu... Kalojmë po të fotografia tjetër. Kosova Vision. Po. Kajtasi Zvicran. E ka organizu në çdo komunë. Edhe çdo komunë e ka zgjedhë shkollën, ka 2 shkolla, me që përfarsu se mësaj në kuadrë të Republikës. Kjo është ambasadori i Zvicrës në Kosovë me bashkëshortën e vetë. Po. Edhe kjo është që unë ku jem kënëshka, kjo Leonora Dzërgja,
e kanë pas trajnimin që janë didaktike. I kanë bërë të trajnimi se vishin të ekspertat e qëse Kosova Vision. Tahir Bakalli dje ka punu shumë në këtë aspekt, edhe kjo Gonxha e Mezinit, kontrolët dalum. Kanë punu tashmuj me gabuja 1 muj, 2 muj, edhe u vonë tash gohat. Në azumë vend e fa dhe 2 shkolla, 3 shkolla, 4 shkolla mi qurëtë. Ma tepër vizatime, mendimin të mi shprejman vizatime Kosovë Vision, po. Mendim kritik? Po, qashtë, mendimi kritik. Vjolca Shehi, muzikën, Merita Beqa anglisht, kjo qikit tërtë Leonora Zërza, edhe dojtoha shkun atë, në Palatin e Rinisën Prishtinë. Ma shpo ekspozita, të vjen kjo konë përnënte se ka una e Kecit. Keci e kështë organizu këto, me qenë në Marselin në Prishtinë, e po në ekspozitëm, atë e zumë vend në fa. Kosova është da po këta otranun, ishtë ministrat e Enver Hoxha, ministrë i asimit. Në ashtu ku bu lërmimi, kush ka zonë vend në fa, e zumë në vend në fa, otranun të po, nërma ka dalë dhe se në shumë shkolla e Mindrakët, ka dhe Prishtina, ka dhe, ka dalë, po. Ta shkoj ma jemi ja, ta jona, edhe e blenë një kësit fëshë këzjare, shkun të, nuk e dhe s'ke se ndo, ishën aty të mashtit, kë pjeve ati njënit, aty për të aktivizoj kësit, po, të qunat e kretë, po, i Gjakova, i Mindrakë, po, edhe në ashtërum një koktel aty. Tash koktel ishte një piano në qofsh aty, i shull njën i bike pianos, o se disha shorës, në vënjefsha, po, e për vjen kë, duke qenë Popovsjev, a i konë kësojt. Tha, gjarë, tha, i në zëtë, ju Gjakova, i thash, që tash për të profesora, po, për kesh. Kjo, e për ekspozit. Kërën aty pianos, ka më në grullën që ishë aty, vjosa kjo, a i përka për të ka më që ka një muzik letë, Shqip. Ja nisëm në më kënum, ishë ambasador i këtë, që fatë kënumina? Gjakova, prapë, diçka të njërë. Kishë edhe antarë këforit, këtina, me të në ta këtë, këfori, këta, këtë, o bëtë, o voni, një anë, jashtë zakonisht një mjetë. Gjakova, të gjenë këmë vjejt atë, këmë duke gjinë dhe shëpë, përse ta që duha më të eni, tata më të. I murën farë, që ku ka qikin, njënë, po. Ta dhe ta, qëto po, ta për marën zhansat, ta për qojmë në Brzovic. Ta shala dhe keni shkoni. Ta a marë dhe mësë marë, asë s'pe vise ku këtë ferna. Ta, edhe për në marën qefin ta, edhe po. Një shku ka ne 3 ditë. Sa mirë. Fatit në Gjanqa. Shumë e mirë është kjo, kur jenë koordinu gjana të mirë. Qëtë është këtë. Ku kabineti informatike? Shkallë. Ten Pentium kaq. Po. E funit fjela në vitin 2004. Natë atë ko për foli. Po. Ne kemë pas Pentium nish, edhe ata të bajtën. Ne kanë fu për zyre këtu. Këtu me ka fu mashti. Se për punën aktive. Këtu jenë qitën këtu në tavrina, në banka. A kjo është salla. Po, doktoria Arsim një ka rregullu me këtu grilla. I ka bu në katën e dytë, se siguri, atje qëkojnë karikat me livise, me karika, me inventar. Më thonë një kabinet i kompletuar. Me kinoprojektor, unë e mora. Që ta thëshin këta, Muhammed, ku qërë dhapin, po të shakë Hajde vda puna, unë i visës për flejë shkollë, jem kajbe po. Kur angazhohesh... E ku marrë me vënet kështu, me kështim të tashëm. Edhe i qelin këta autonom në gjanë së kajtë. Edhe për fatë mje po ta një ashimtar, mësim nëns, një Betillahi, inxhinier mashinerisë, po si lanë dytë e ka pas në fakultetin kibernetika mirët me këtu. Edhe ai ka punu me ta për mërkulli, po autonom në gjanë qatë. Qetra shko është ma interesant, se hapës italian
I vetëmi në Gjakovë edhe në Kosovë, 21 fije internetit mi ka dhënë, nga posta i ka marrë, i ka pagu 10 vjetë. Që me e pas ju internetin, po. Pa probleme. Një fije, një lidhje ja pa qenës didaktike. Po, se unë bashkë në trajnima aty vazhdimisht. Ne i morëm këtu. Po. Mashën i funi 15 majt, mashën i funi dhe fest. Pas ki shfrytzu mirë ti donacionet, Edhe, se fërsmoni, theke, i shpatur ati të afshit, kolegë, qysh ma ka thonë, ka thonë, kjo është aj, ka paki baba nuna i shkollës. E shumë auta në gjatë që atë kishin po. Po, dhe. Ku jemi këtu, profesor? Për festën e shkollës, që ku është motra e herojit Nazmia, Emin Duraku, nipi i herojit Ever Duraki, po bumjen e kunuars. Në një përvjetor të shkollës, me tanë, po. Edhe këtu kolektivi shumë i kumë gjithë, kemi pas përkraje, bisedim, punim, tatashëm. Koordinim të mirë. Ka shumë rëndësi. Që të shakat bu, se jemi e gjvishtu të. Kalojmë, po? Jo, edhe që të vishni mu. Po? Në ora, e vetëja shkollëna, e kemi bu kandin e veçantë për ku djenë prindi në Gjanci, ku ka mësusja në dishka me në Gjancin. Në njërë individuale. Po, kemi fitu në Prishtinë vetë vitna. Po, Elida, matematiciente Eda, edhe kjo... Eda, po. Po. A shumë kujtohet në jemë. Mula, po. Po, Mula. Ku theke shenit, ku të fshin të këto përpa, këto theke ja marrin në orja vijode, po. Ata më prumë, inventojnë sirtartë. Jo mi në Gjancin i marrë para, në Gjancave para arsimtave, ose para prindve. Mi punë këtë inventojnë, me tavolina, me dalapa, ma punë kompjuterin edhe fotokopje. Që që kështë fitun mashti mi punë të kretë, po. Të farë, ka kusë që kështë, po. Ata dëshim të nuk ta kolegë dëshim po, ku mërë me këto qishë, atë shabo që ma punë, po, atë na jep kanë. Kështë që edhe me këta im shku në Oksigen, po, në shku, kësi në Radavës, në Gjanca me këta, im shku në Berzovicë, kemi kalu shumë. Më dhe një mundu edhe jetën sociale me mbaj gjatë. Shkolla jone e para ka shti për program të thjesë shkollës baletin. Falë, vjotësës, mëritës, beqës. Po. Kalojmë të fotografia tjetër? Se po na ikën koha. Këtu jemi tashti se kom shumë ma dhe... Po, natyrisht. Këkoj falë për ata që nuk për përmenë që më ka një mu shumë. Këtu jemi shkolla Alidemi në Tiranë. Në aferën Mështafir, kemi qenë këtë detorat e kumë në shumë rëthin, shku Mështafir ti Shkodrës e te në jugën në Vlorë. Ishë Mështafir të atyrnën. Në Shkodrë në jetëm 2 net, e 2 dit, shku mi pa më shkollat. Ati kumë pa që shkolla kishte edhe ciklin e urë, do të në shkollën fillore, edhe mas ditë shkollën në mesme. Shkollat organizuna. Edhe në Gjanca him në klasë, që në klasë, këtu ku marrë edhe më shumë shenda, dhe këtu ku marrë. Që ku e kemi vizitu të në 2002 jemi këtu. Po. I famë këtu, apëshja të thavanit ato, po. Ta është nejtëm këtu 2 ditë i vizitu më shumë shkolla, ta është më vinja gëzu une me Emin Durakun, që shkolla ma madhe në Shqipni. Po. Edhe e thyrëm Ministreshën e Arsimit, tha qenë këtë një me fatë, keni arë, se jemi në Laprak, pipojmë shqitin e një shkollës së re. E këmë arë bejnë nërse shko, po, tash, ku shqipi ke, po, në qatë ko në atyri Saliboisha. Po. Tash në atën, s'mëshim më shko atyri shkun gjysa, si unë tonë, gjysa në nejtëm, atyri, edhe tash, ata u vanun, ata këshin prej, në kanë prit, po, ati e morëm në telefon edhe, prapë dhe Ministrin e Arsimit, thamë, kërkojnë fare se në pritin shumë, edhe e pa të ashyshme, thani tha që keni, që dhe të rritni, takon, tash na kena më këthi prapën këshishnë. Me gjitha te tash në najtem, këta në ashtru në hotel Dark, një koktel, shkolla Lidemi, shkolla e mirë, farmakologi, po, afra dhe hotelin për aty, në ashtru një koktel aty, një buni Dark, një mirë, shkëmbim për voja. Edhe tash fëm tjirë, feti dashi me Zefersonin, ishin ullat aty, edhe me detërishën e shkollës, edhe stafin e shkollës. Ula, tha Murteza, tha detërisha për ka qef,
me shkollën tonë e bo binjekzimin. Thash me gjithë qef, me gjithë dëshirë, por mandatin e kom të kolektivit e këshillit shkollës me shkollën e Menderaku. Se kisha përshkak të motë, po, thash mu përmbje ke shumë, jo, tha, mos ki gali, po, e gjetën shkollën Selmarizja. Mu binjek. Po, shumën Vlorë, edhe aty shumën pavarësia kur shkru, fitëm Muhamet, edhe unë e ti duhet mullë në shurë se nuk zhije, po, nëse po, edhe shumë fakultetin e turizmit në Vlorë. Edhe aty në kanë prit mirë. Jashtë zakonisht mirë, në kanë qitë kemë po, emin Mërtëzaj, se ko dësh, ko ma dëshë në po. Ku jemi këtu, profesor? U pandemi. Na, ko kemë pru vendim, mi bo qëto, s'ka me thonë du, këtu jemi njërë humane. Edhe jemi arë, në ka shu drejtori këtaj komunist një salë, këto, me punu. Nuk u konë Covidi. Ajo? Ja, kjo pa Covidit. 5 vjetë pa Covidit. E pse keni vënu këto maskat? Se në Kiva ka vakcile që si vjen thije as medicina, që në pimun. Ato punëtor të arkivit të komendit në kanë thonë, kur më shkoni, vetë në kanë thonë në kanë qëtë. Në një këto tha se të është partimi i materialit, që mërshim e mërën. Ta shto mërshim shënimet, i qëshim në zyre, aty ta shbishim të akord. Shka më marë milion, në për këtë arkivat i më shku, në për fshata, këtë shkollat, ku ka pas qytetit, për thëmë, një shku në Prishtinë, jemi shku edhe në Shqipëri, edhe në Shkup, jemi të shku po. Edhe këtu, në bashkë kësene, jemi artë të përfundimi i librave të kemi qëtë këtu në zyre të ashtu. Të ashtu duke punu, në zyre ku jeni sot. Po, që a gemi jaka, Barush Malo, kemi efta shala, Murtëza Gjara, Feti Dashi. Po, këtu i shpartëshim, jepshin mendimet tona, qëta bëne, ose sa aktiv, sa mirë. Kemë punu 11 djetë, të kazi detën. Dhe vazhdoni me punu, po. Kalojmë të fotoj tjetër. Ta shti këtu, gjenerata jemë është gjenerata artë. Po. E gjimnazistave gjatë, 7. Po. Këto 50 vjetori këmtimit, që stash bëhet gjatë vjetori edhe 2 vjetë, po. Edhe këtu i thishëm, kush ishte në këtë jetë, po. Ne shëshim në lokal e organizeshim, unë e kom qenë një në organizatorët, me Ramiz Rasin i Ndjeri, me Besa Allatën të Ndjerën, me Sliman të Plot, ne kemi qenë ata promotori. Mërtëza, ti e din qysh na organizon sa më mirë. Është emocioni veçantë kur takohesh me bashkëmoshatarët cilët janë profile të ndryshme. Dhe se cili ka mëriti qa... Që këtu jemi në hotel, këtu shkollë Mustafa, Idhmorina, se e kemi marrë një orë këtu. Si Nxënca. Si Nxënca, po. Që ku kemi këtu, i kemi... Besën, po e sho. Që Besim Bukshi, profesori, njerë, edhe profesor atjerë, edhe jemi kretë këtu. Tash është njërësi, e kemi bërë dhe monografinë. Po. Monografia është e dyta në Gjakov që kemi bërë na. Vetëm gjenerata Allavit jam, gjenerata po e gjimnazit, 53, vitit 53 që kanë bërë, na e në dytë. Iniciativa e më është. Shumë e mirë kjo. Edhe në Zrasit, edhe... Dhe qka keni përshku në atë monografi? Në monografi kemi bërë, e kemi bërë këto civin. Po, civin e se cilit kandidat, se cilit kemi bërë shpi dherë 4 herë, kemi donë se... Në Amerike, ka shenë konë, kënë... Po. Ne e kënë shumë, kënë po. E kanë mushtë. Tash na, se 80% kanë shumë me dorë. Po. Në zyrët e na, farnerës për drejtorit, për këtarit, e kemi me varushim këtu, edhe me vranjishtë, e kemi qitën kompjuter. Pi kompjuterit, përpunimi, Agim Vyci ka marrë pjesë aty, Edver Raci, Femisova, ka qenë ai promotori i teknikës fëmija, Agimi është i gjumëve këto. Këta e ato që shatojnë këta për ato, se i dojmë ato. Shofim, a kemi më fotografi? E kjo? Që që këtu me bashkëshortën, jemi, këtu është familja ime, djali. 2 vajza dhe 1 djali. 2 vajza dhe 1 djali. Atje jem në, kjo është sheshi i Brukselit, është vajza me bashkëshortën Dren Gagja, djali ishtë profesorit e njerë, me 2 djemët. Këtu poshtë është vajza dytë mjeke në Cëri, në Zvicër, me 2 vajzat e veta, kjo është bashkëshorti
Mirlind Zhubi. Këtu jem në Bruxelles, në parkën në qytetit. Këtu jem këtu në Shkubrës në ditët... Po, që është familja për ty, ka që kompletuar, arsimuar, edukuar, do më thënë? Ku bo përpjekje maksimale për mi shkollu. Edhe zonja ka qef shumë të mitë, e ka qëtë profesion. Jam krenar, te për krenar, kjo është mjeke, kjo punon në klinikë private dhe stomatologjisë, e thmitë janë shumë i du, shumë i përshëndesh, shumë me madhë, të madhë, e mdojnë, i du... Cile është lidhja jote me Nipa Mbesa? Qysh? Cile është lidhja me Nipa Mbesa? Se po shoh që pas ke Nipa Mbesa... E atashme. Qëta shka marrë kja vajza, të tonën jenë, e me pa dërëm presin marrë, e presin pa dërëm. Edhe ata, a gjari është në fakultet, medicinës, i madhi, ka kujnë afat pa, sa bukur është. Jam njerë zakonisht krenaria jonën. Krenaria jonën. Unë jem lumëtën, i kom si engjë që këtu djetë. Faleminderit profesor, më duke që kjo është e fundit. Unë u kënaqa e shijova këtë bashkëbisedim me ju edhe... Të thëmë, fotografi kom shumë nashta, kom lënë të tjerë që e në mënësi, po kom... Do ta kemi një moment të dytë, besoj, prap me i elaboru edhe me i diskutu gjana që mbeten sot pa u diskutu. Unë kom shumë, unë e falenderoj shumë... Unë mësova për shembull për atletike, mësova për sportin që një ka 25 vite që ju një, por prap se prap nuk i pas na ditë këto elemente. Po nuk i dinë të ato. Ju falenderoj juve, përftesën, stafin, ju dëshoj suksese, shëndet, edhe për më pëlqen shumë, kjo i kom thonë edhe kolegëve, thu se ma ke lizu mendjen, që po shkëm fshat në fshat. Faleminderit. Unë jetoj. Duhet me njoft në vetë vetën më spoj, atje me dalë në ato fshat, atë buka, ato në sheni bukën. Allah dhe koftë. Faleminderit. Kemi përmbyllur këtu diskutimin me profesorin Murteza Gjara, shëtitëm në kohë dhe u rikthyem ndoshta në fragmentet të ndryshme të jetës. Faleminderit që na ndoqët, do t'jemi bashkë sërish të martën e ardhshme. Ju mos nguroni të na shkruani, të na propozoni emra të cilët kanë po kaq histori të rëndësishme sa ka profesori. Mirëmbëjtje dhe miru takofshim.